Qielli mbi qytetin portual ishte mbuluar nga re të rënda plumbi. Shiu kishte filluar si një perde e hollë, por brenda pak minutash ishte kthyer në një rrëke të dendur që godiste rrugët me një ritëm të pandërprer. Dritat e makinave pasqyroheshin në asfaltin e lagur, ndërsa njerëzit nxitonin të gjenin strek. Në katin e sipërm të vilës së tij luksoze, Armand Varela qëndronte pranë dritares së madhe panoramike. Ai ishte një nga njerëzit më të pasur në atë pjesë të botës, një biznesmen që kishte ndërtuar perandorinë e tij nga hiçi. Të paktën kështu thoshin gazetat. Ai mbante një gotë me uiski në dorë, por nuk kishte pirë asnjë glënik prej disa minutash. Syti kishte ngulur poshtë në oborrin e madh të vilës, ku shiu po binte pa mëshirë. Dhe aty e pa. Në cepin më të errët të oborrit, pranë gardhit të hekurt, një vajzë e re ishte ulur në gjunjë. Uniforma e saj e thjeshtë e shërbëtores ishte lagur plotësisht dhe ishte ngjitur pas trupit. Flokët e errët i rrinin mbi fytyrë, ndërsa ajo përpiqej të mbante mbi prehër një kuti të vogël plastike. Ajo po hante, jo me qetësi, jo si dikush që shijon një vakt, por si dikush që kishte shumë uri. Armand rudhi vetullat. Çfarë dreqin, murmuriti ai me vete. Ai e njihte pothuajse të gjithë stafin e shtëpisë. Por kjo vajzë, kishte filluar punë para disa javësh. E qetë, e padukshme, gjithmonë me kokën ulur. Emri i saj, Elena, në mos gabonte. Ai e vuri gotën mbi tavolinë dhe u afrua më shumë te xhami. Vajza hante me nxitim një copë bukë të thatë dhe diçka që dukej si djath i lirë. Shiu i binte drejt për drejt mbi ushqim, por ajo nuk ndalonte. Madje dukej sikur përpiqej të fshihej, si të kishte frikë. Një ndjesje e çuditshme i shtrëngoi kraharorin Armandit. Nuk ishte keqardhje, ai nuk ishte tip sentimental. Të paktën jo më, por diçka nuk shkonte. Në vilën e tij, stafi ushqehej në kuzhinë. Kishte rregulla të qarta, pushime të caktuara, tavolina, ngrohje, çdo gjë. Atëherë pse ajo ishte jashtë në shi? Ai mori telefonin e brendshëm. Marta, tha ftohtë kur linja u hap. Ku është shërbëtorja e re? Elena. Zëri menaxhere së shtëpisë erdhi i sigurt. Duhet të jetë në pushimin e saj të darkës, zotëri. Sytë e Armandit u ngushtuan. Atëherë pse po ha në obor si një ndacake? Një heshtje e shkurtër. Nuk e di, zotëri. Ai mbylli telefonin pa thënë asgjë tjetër. Për një moment qëndroi aty, duke parë vajzën që vazhdonte të hante në shiun e ftohtë. Pastaj me një lëvizje të vendosur, mori pallton dhe doli nga dhoma. Brenda pak sekondash, dera e madhe e vilës u hap me një kërcitje të rëndë. Era e ftohtë dhe shiu e goditën menjëherë. Elena nuk e vuri re në fillim. Ajo ishte shumë e përqendruar te ushqimi, sikur çdo kafshat ishte e çmuar. Vetëm kur hapat e rënd u ndalën pranë saj, ajo ngriti kokën. Sytë e saj u zgjeruan nga frika. E zotëri Varela. Ajo u ngrit menjëherë në këmbë, duke fshehur instinktivisht kutin pas shpine. Armand e pa drejte në sy. Ajo ishte më e re nga sa i ishte dukur. Ndoshta 22, maksimumi 24. Fytyra e saj ishte zbetë dhe buzët i dridheshin nga të ftohtit. Çfarë po bën këtu jashtë? Pyeti ai qetësisht. Unë thjesht. Ajo gëlltiti me vështirësi. Po haja darkën time, zotëri. Në shi. Ajo nuk foli. Shiu vazhdonte të binte fort rreth tyre. Armand bëri një hap më afër. Kuzhina është e hapur për stafin. Pse nuk je brenda? Elena uli sy. Gishtat i shtrëngoi fort rreth kutisë plastike. Nuk doja të shqetësoja askënd. Diçka në tonin e saj nuk i pëlqeu Armandit. Ishte shumë e kujdesshme, shumë e friksuar. Më shiko, tha ai. Ajo hezitoi për një sekond, pastaj ngriti syt. Dhe për herë të parë, Armand pa diçka që nuk e priste. Lot, jo nga shiu. Lot të vërtet. Ai heshti për një moment. Sa kohë ke që nuk e ngrën si duhet? Pyeti papritur. Sytë e saj u zgjeruan nga befasia. Zotëri unë, mos më gënje. Zëri i tij nuk ishte i ashpër, por ishte i prerë. Ajo uli kokën përsëri. Heshtje. Pastaj shumë ngadalë. 2 ditë. Fjalët ranë sigur. Armand ndjeu nofullën t'i shtrëngohej. 2 ditë. Ajo tundi kokën lehtë.
Po. Shiu vazhdonte të binte, por për një moment ai dukej sikur nuk e dëgjonte më. Pse? Elena hezitoi. Pastaj bëri diçka që ai nuk e priste. Ajo hapi kutinë plastike. Brenda nuk kishte pothuajse asgjë. Vetëm një copë shumë e vogël buke e lagur dhe pak djath i fortë. Sepse, përshpëriti ajo, pjesën tjetër e çoi në shtëpi. Zemra e Armandit rahu më fort. Çfarë shtëpie? Ajo ngriti syt ngadalë. Dhe ajo që tha më pas, ishte vetëm fillimi i diçkaje që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Për vëllain tim të vogël, zotëri. Ai nuk mund të ngrihet nga shtrati. Shiu vazhdonte të binte. Por për herë të parë pas shumë vitesh, Armand Varela ndiu diçka të qartë thellë brenda kraharorit të tij. Dhe ai ende nuk e dinte se e vërteta e plot do të ishte shumë më rëndë se kaq. Shiu nuk po ndalonte dhe obori i vilës ishte kthyer në një pasqyrë të errët ujë që reflektonte dritat e zbehta të ndërtesës. Për disa sekonda që u dukën më të gjata se qishin në të vërtetë, Armand Varela qëndroi pa lëvizur përballë vajzës, duke përtypur në heshtje fjalët që ajo sapo kishte thënë. Nuk ishte pazakont për të dëgjonte histori të vështira. Gjatë viteve kishte parë mjaftueshëm varfëri për ta ditur se bota nuk ishte e drejtë. Megjithatë, mënyra si ajo e kishte thënë, pa dramë, pa kërkuar mëshirë, vetëm si një fakt i lodhur i jetës, kishte hapur një çarje të vogël në murin e ftohtë që ai kishte ndërtuar rreth vetes. Ai i bëri shenjë me kokë që ta ndiqte Brenda. Elena hezitoi për një çast, sikur nuk ishte e sigurt nëse po bënte diçka të ndaluar. Pastaj e ndoqi në heshtje. Dyshemeja e mermerit të hyrjes reflektonte hapat e tyre të lagur, ndërsa nga kuzhina vinte aroma e ushqimit të ngrohtë që zakonisht për stafin ishte thjesht rutinë. Armandi kërkoi Martës, menaxheres së shtëpisë, të sillte një pjatë të plot për vajzën. Toni i tij ishte i qetë, por mjaftueshëm i prersa për të mos lënë vend për pyetje. Elena ul në cep të tavolinës së gjatë, me shpatullat e mbledhura dhe me një lloj kujdesi të tepruar në çdo lëvizje, sikur prania e saj aty ishte e përkohshme dhe mund të revokohej në çdo moment. Ajo filloi të hante vetëm pasi Armand bëri një gjest të lehtë miratimi. Edhe atëherë nuk e humbi atë mënyrën e kujdesshme të ngrënit, si dikush që është mësuar të mos marrë shumë hapësirë në botë. Ndërsa ajo hante, ai e vëzhgonte në heshtje. Kishte diçka thellësisht të lodhur në fytyrën e saj. Një lodhje që nuk i përkiste vetëm mungesës së gjumit. Ishte ajo lloj lodhjeje që vjen kur dikush mban mbi shpatulla më shumë përgjegjësi se sa duhet për moshën që ka. Në mendjen e tij filluan të lindnin pyetje, jo nga kurreshtja e zakonshme e një punëdhënësi, por nga një ndjesje e paqartë që kjo histori nuk ishte aq e thjeshtë sa dukej. Kur Elena mbaroi, ajo falenderoi me një zë të ulët dhe u përpoq instinktivisht të merrte një pjesë të ushqimit për ta futur në kutinë plastike që kishte sjellë me vete. Ky gjest i vogël, pothuajse i pavetëdijshëm, ishte momenti kur Armand vendosi se nuk mund ta linte çështjen aty. Ai nuk bëri pyetje të drejtpërdrejta menjëherë. Përkundrazi i kërkoi Martës të vazhdonte me punët e zakonshme dhe i bëri shenjë Elenës të qëndronte për pak. Biseda që pasoi ishte e qetë dhe pa shumë fjalë të tepërta, por mjaftueshëm për të zbuluar se vajza jetonte në një apartament të vjetër në skajin tjetër të qytetit bashkë me vëllain e saj të vogël, i cili kishte mbetur i paralizuar pas një aksidenti disa vite më parë. Prindërit e tyre nuk ishin më në jetën e tyre dhe kujdesi për djalin kishte rënë plotësisht mbi shpatullat e saj. Paga që merrte si shërbëtore mezi mbulonte ilaçe dhe qiran. Ndaj shpesh ajo kursente nga ushqimi i vetes për të siguruar që i vëllait të kishte mjaftueshëm. Ajo nuk e tregoi këtë me dramë. Në fakt, mënyra e saj të folurit ishte pothuajse e thatë, si dikush që e ka përsëritur historinë vetëm në mendjen e vet shumë herë dhe nuk pret më që dikush tjetër ta kuptojë vërtet. Atë natë, pasi ajo u kthye në punët e saj dhe vila u qetësua, Armand nuk arriti të përqendrohej në dokumentet që e prisnin në zyrë. Shifrat dhe kontratat që zakonisht i dukeshin të qarta tani rrëshisnin nga vëmendja. Mendja i kthehej vazhdimisht te imazhi i vajzës në shi. Te mënyra si kishte mbrojtur atë copë buke sikur të ishte diçka e çmuar. Ishte një reagim që nuk i pëlqente ta pranonte. Ai ishte mësuar ta mbante jetën personale të ndarë nga ajo profesionale. Mësuar të mos përfshihej emocionalisht me historitë e njerëzve që punonin për të. Përvoja i kishte treguar se distanca ishte mënyra më e sigurt për të mos u dobësuar. Megjithatë atë mbrëmje, ndërsa shiu vazhdonte të binte papushim mbi çatinë e vilës,
Ai e gjeti veten duke menduar për diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh, të ndërhynte. Të nesërmen në mëngjes, pa paralajmëruar askënd, ai kërkoi adresën e Elenës nga dosjet e stafit. Nuk ishte një impuls i plot emocional. Më shumë ishte një lloj shqetësimi i ftohtë që kërkonte verifikim. Një pjesë e tij donte të sigurohej që historia ishte e vërtetë. Pjesa tjetër, më e heshtur, nuk donte ta pranonte ende pse. Apartamenti ku jetonte vajza ndodhej në një lagje të vjetër industriale, shumë larg nga rrugët e pastra dhe të qeta ku ndodhej vila e tij. Ndërtesa ishte e konsumuar nga koha, me suva të rënë dhe dritare të vjetra që mezi mbanin erën jashtë. Kur Armand u ngjit shkallëve të ngushta, ndjeu një erë lagështie dhe ilaçesh që i mbeti në hund. Elena hapi derën me habi të dukshme kur e pa. Brenda, apartamenti ishte i vogël, por i pastër me një kujdes të dukshëm. Në dhomën kryesore, mbi një shtrat të ulët pranë dritares, qëndronte një djalë i dobët rreth 10 vjeç, me sy të mëdhenj dhe të zgjuar që u kthye menjëherë nga vizitori i papritur. Pajisjet të thjeshta mjekësore ishin vendosur pranë shtratit dhe mbi tavolinë kishte kuti ilaçesh të renditura me përpikmëri. Në atë moment, diçka brenda Armandit u bë e qartë në një mënyrë që nuk mund ta injoronte më. Historia e vajzës nuk ishte e egzageruar. Nëse kishte ndonjë gjë, realiteti duke edhe më i rënd nga sa kishte përshkruar ajo. Ai nuk qëndroi gjatë atë ditë. Nuk bëri premtime të mëdha dhe nuk ofroi para në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse një pjesë e tij ende luftonte me instinktin për të mos u përfshirë tepër. Megjithatë, kur u largua nga ajo ndërtesë e vjetër dhe u kthye në makinën e tij luksoze, ai e dinte se diçka kishte filluar të ndryshonte. Dhe ajo që ende nuk e dinte ishte se e kaluara e Elenës, ajo pjesë që ajo nuk e kishte treguar, do të ishte shumë më ndërlikuar dhe më e dhimbshme nga sa dukej në sipërfaqe. Shiu kishte pushuar atë pasdite, por një stuj shumë e thellë sapo kishte nisur të mblidhej. Ditët që pasuan nuk patën ndonjë ndryshim të dukshëm në rutinën e vilës, të paktën për syrin e jashtëm. Stafi vazhdonte punën me përpikmëri. Marta mbante të njëjtin disiplinim të ftohtë mbi çdo detaj, ndërsa Armand Varela u kthye në takimet, kontratat dhe telefonata që zakonisht i mbushnin ditën. Megjithatë, nën këtë sipërfaqe të zakonshme, diçka kishte filluar të lëvizte ngadalë. Ai nuk e përmendi më vizitën në apartament, as me Elenën dhe as me askën tjetër, por pa e bërë të dukshme, filloi të vëzhgonte më me kujdes. Jo vetëm vajzën, por edhe mënyrën si funksiononte e gjithë shtëpia. Gjërat e vogla që më parë do t'i kishin shpëtuar vëmendjes së tij tani filluan të duke më qartë. Si ndaheshin oraret e pushimit, kush fliste me kë në kuzhinë, cilat detyra përfundonin gjithmonë mbi supet e të njëjtëve njerëz. Elena, nga ana e saj, u bë dhe më kujdesshme në pranitë e tij. Nuk kishte asnjë shenjë ankese, asnjë kërkesë shtesë. Ajo punonte me një përqendrim pothuajse të heshtur, duke u përpjekur të mos binte në sy më shumë se ç'ishte e nevojshme. Nëse ai hynte në një dhomë, ajo thjesht bënte një hap më njanë dhe vazhdonte punën. Por Armand e kishte vënë re diçka që nuk mund ta shpërfillte më. Pavarësisht ushqimit që tashmë ishte urdhëruar të ishte i disponueshëm rregullisht për të gjithë stafin, Elena ende merrte me vete porcione të vogla të mbështjella me kujdes. Ajo nuk e bënte fshehur azi si më parë, por kishte një përpikmëri të tillë në mënyrën si i ruante, sa ishte e qartë se çdo gram kishte një destinacion të menduar mirë. Një mbrëmje vonë, ndërsa vila ishte pothuajse në heshtje dhe shumica e stafit kishte përfunduar turnin, Armand po kalonte në korridorin e shërbimit kur pa dritën e kuzhinës ende ndezur. Kur hodhi një sy brenda, gjeti Elenën duke qëndruar pranë banakut, duke paketuar me kujdes disa ushqime në emë plastike. Ajo u ngurtësua për një çast kur e pa, por këtë herë nuk pati atë panikun e parë. Vetëm një tension i qetë në shpatulla. Armand nuk tha shumë. Ai thjesht i bëri një pyetje të thjeshtë për gjendjen e vëllait të saj. Elena u përgjigj shkurt, por me një lehtësim të lehtë që mezi dukej. Djali kishte pasur një natë të vështirë disa ditë më parë. Ilaçet po bëheshin gjithnjë më të shtrenjta dhe terapitë që mjekët rekomandonin ishin përtej mundësive të saj. Këtë herë Armand nuk reagoi menjëherë. Ai vetëm pohoi lehtë dhe u largua. Por gjatë gjithë natës mendja e tij mbeti e zënë me një ndjesë shqetësimi që po bëhej gjithnjë më këmbëngulse. 2 ditë më vonë, ai bëri diçka që do të kishte habitur çdo njeri që e njihte mirë.
Pa i thënë askujt paraprakisht, ai kontaktoi një nga klinikat private më të mira të qytetit dhe kërkoi një vlerësim të plot mjekësor për vëllain e Elenës. Ai nuk e paraqiti si bamirësi dhe as si gjest emocional. E formuloi si një mbështetje për një familje të stafit, me një ton profesional që nuk linte hapësirë për diskutim. Kur Elena u thirr në zyrën e tij dhe u informua për mundësinë e kontrollit mjekësor, reagimi i saj nuk ishte ai që ai priste. Nuk pati gëzim të menjëhershëm. Përkundrazi në fytyrën e saj kaloi një hije hezitimi, pothuajse frike. Ajo e falenderoi, por me një kujdes të theksuar, sikur pranimi i ndihmës ishte një hap që e shqetësonte. Ky ishte momenti kur intuita e Armandit u bë më e mprehtë, sepse njerëzit që luftojnë çdo ditë për mbijetesë zakonisht nuk hezitojnë përballë një shansi për ndihmë mjekësore. Mirënjohja e përzier me ankth nuk ishte reagimi i zakonshëm. Diçka tjetër po fshihej nën sipërfaqe. Gjatë javës në vijim, ai filloi të mbledh informacion me kujdes, pa e bërë të dukshme. Jo në mënyrë agresive, por me atë metodën e tij të vjetër të biznesit, duke lidhur detaje të vogla që shumica e njerëzve do t'i injoroni. Dokumentet e punësimit të Elenës ishin në rregull. Referencat, megjithse të pakta, nuk ngrinin dyshime të drejtpërdrejta, por kishte boshllëqe në historinë e saj të mëparshme. Periudha të tëra kohe që nuk shpjegoheshin qartë. Asgjë që të provonte diçka të keqe, por mjaftueshëm për ta bërë një njeri si Armand të mos ndihej plotësisht i qetë. Ndërkohë, në apartamentin e vogël në lagjen industriale, Elena po jetonte me një tension që po i rëndonte çdo ditë më shumë. Ndihma e papritur e Armandit kishte hapur një derë shprese për trajtimin e vëllait të saj, por njëkohësisht kishte rizgjuar një frikë të vjetër që ajo e kishte mbajtur të mbyllur me forcë, sepse ajo e dinte diçka që askush në vil nuk e dinte. Dhe nëse e kaluara e saj do të dilte në dritë, jo vetëm puna e saj do të ishte në rrezik, por gjithçka që ajo kishte ndërtuar me aq mund të shembej brenda një dite. Ndërsa netët kalonin dhe rreth e dimrit filluan të grumbulloheshin sërish mbi qytet, rruga e dy njerëzve nga botë krejtësisht të ndryshme po afrohej drejt një pike ku asnjëri prej tyre nuk do të mund të kthehej më pas. Ditët që pasuan ishin një lojë holl mes kujdesit dhe frikës. Armand nuk e përmendi kurrë që kishte vizituar vëllain e Elenës. Për të ishte një gjest i heshtur, por me një rëndësi të madhe, një lloj eksperimenti në heshtje për të parë se si vajza do të reagonte ndaj një shprese të papritur. Elena nga ana e saj përpiqej të mbante gjithçka nën kontroll, por tensioni i fshehur ishte i dukshëm në mënyrën si shtrihej mbi banak, si rregullonte pjatat, si kujdesej që çdo gjë të dukej normale, edhe kur zemra e rrite fort. Ai e shikonte pa e shqetësuar drejt për drejt, por me një kujdes të hollë. Një pjesë e tij donte ta ndihmonte, një pjesë tjetër donte të kuptonte çdo lëvizje të saj, çdo heshtje, çdo veprim të zakonshëm që mund të tregonte më shumë se sa ajo donte të tregonte. Ishte si të shikoje një pikturë dhe të kuptoje çdo goditje të furçës që e kishte krijuar atë, edhe pse tabloja dukej e qetë. Një mëngjes, kur qyteti ishte mbuluar nga mjegull dhe rrugët ende lagësh nga shiu i natës, Armand mori një vendim. Ai nuk mund të qëndronte më thjesht si vëzhgues. Kishte diçka që duhej zbuluar, jo për qejf, por për të kuptuar se sa e brisht ishte bota e kësaj vajze që kishte përballuar aq shumë vetë. Ai mori një nga makinat e tij të blinduara dhe pa paralajmërim, drejt apartamentit të Elenës. Kur mbërriti, e gjeti apartamentin pothuajse të heshtur. Vetëm disa hapa të kujdesshëm që dilnin nga dhoma kryesore. Elena ishte aty, ulur pranë tavolinës, duke shkruar diçka në një fletore të vogël. Nuk e kishte vënë re ende. Kur e pa makinën e tij, u ngrit menjëherë, por nuk pati panik. Thjesht një dridhje e lehtë, një refleks i kujdesshëm, si dikush që e di se çdo hap mund të ketë pasoja. Nuk prisja, filloi ajo, por Armand e ndaloi me një shenjë të dorës. Nuk kam ardhur për të të shqetësuar, tha ai me një qetësi që kishte diçka të thellë në të. Por diçka nuk shkon. Nuk është vetëm vëllai yt, apo mënyra se si e ke përballuar këtë situatë. Ka diçka tjetër. Ajo heshti dhe në atë heshtje, ai kuptoi se kishte goditur në shenjë. Në fytyrën e saj nuk kishte vetëm frikë, por edhe një lloj turpi që e kishte mbajtur të heshtur për shumë vite. Nuk di si të ta them, nisi ajo ngadalë dhe më pas rrëfeu të gjithë të kaluarën e saj, diçka që asnjë njeri nuk e kishte ditur. Një histori e gjatë dhe e dhimbshme e humbjeve, sakrificave dhe përgjegjësive që ishin vënë mbi supe që në moshë fare të re.
Ishte një rrëfim i trisht, i plot me vuajtje që ajo kishte përballuar vetëm, duke mbajtur të fshehur nga çdo njeri, përfshirë Armandin dhe të tjerët në vil. Kur ajo përfundoi, dhoma ishte mbushur me një heshtje që pesonte më shumë se sa mund të përballonte ajri. Armand u ul pranë saj, pa thënë asgjë për disa minuta. Ishte diçka që nuk kërkonte fjalë. Respekti i tij për forcën që ajo kishte treguar e mbushte dhomën më shumë se çdo frazë. Nuk mund të lejoj që ti dhe vëllai yt të vuani më, tha ai më në fund. Nuk është vetëm detyra ime të ndihmoj si punëdhënës. Është gjëja e duhur. Ai e pa si lotët filluan të rrjedhin në heshtje në faqet e saj. Por nuk ishte turp, ishte lehtësim. Dhe në atë moment, Armand kuptoi diçka që nuk ishte kuptuar kur më parë. Sakrifica e një njeriu të vetëm mund të jetë më e madhe se sa gjithë pasuria e botës. Ai u kthye në vilën e tij atë ditë me një ndjesi të re në kraharor. Nuk ishte më thjesht një milioner që kishte gjithçka. Ishte dikush që kishte parë një pjesë të vërtetë të jetës që nuk mund të blihej me asnjë shumë parash. Dhe diçka tjetër ishte qartë për të. Zemra nuk thyhet vetëm nga humbjet personale, por edhe kur sheh dik tjetër duke përballuar botën me një forcë të heshtur, që askush nuk e kupton, derisa të vendos të zbulojë të vërtetën. Shiu që ra atë ditë nuk ishte më thjesht lagështi mbi tokë. Ishte simboli një fillimi të ri, një ndryshimi që as Armand dhe as Elena nuk mund ta parashikonin ende, por që do t'i lidhte për një kohë të gjatë në mënyra që askush nuk mund t'i imagjinonte. Dhe kështu një rast i zakonshëm, një vështrim në një obor të lagur, kishte çuar në një zbulim që jo vetëm i kishte thyer zemrën Armandit, por kishte hapur një kapitull të ri jete për të gjithë ata që nuk kishin më parë kur forcën e fshehur të një shërbëtoreje që ngrinte veten dhe të tjerët nga uria, dhimbja dhe heshtja.